Nëse ke një vajzë, dëgjo me kujdes. Thuhet se vajza e parë është versioni femëror i të atit në karakter dhe shpirt. Ja pse ajo është drita e syve të tij, dhe ajo që më shpesh kundërshton nënën. Kjo vajzë trashëgon një pjesë të shpirtit të babait të saj. Vendosmërinë e tij, forcën dhe zemrën e tij të ëmbël. Ajo imiton mënyrën e tij të të folurit dhe mënyrën se si ai qëndron në këmbë kur jeta përplas furishëm. Ajo përvetëson gjithçka që babai i saj është, jo vetëm atë që ai thotë, sepse një fëmijë nuk rritet duke dëgjuar vetëm fjalë, por duke vëzhguar sjellje. Ajo mëson duke vëzhguar jetën e tij, ajo mban mend mënyrën si ai sillet në përditshmëri dhe sidomos si trajton nënën e saj. Mënyra se si ai menaxhon emocionet e tij formon në mënyrë të drejtë për drejtë mënyrën se si vajza e tij do të mësojë të menaxhojë emocionet e saj. Respekti që baba i tregon asaj sot vendos se çfarë ajo do të pranojë nga një burr nesër. Babai është shembulli i saj i parë i një burri dhe duhet i tregojë asaj se çdo të thotë të jesh vërtet burr. Jo i përsosur, por i pranishëm, i sinqert dhe i patundur si një shkëmb. Ndaj çdo bab duhet ta përqafoj fort bijën e tij, ta shoh në sy e t'i thotë çdo ditë të Perëndisë se sa e çmuar është.